Vazhdojmë me orën e mësimit. Të dashur gazetar, analist, persona që merrni hapësirë në media audio apo vizive, shikoni mos gaboni të përdorni fjalët e huaja. Fjalët e huaja janë këto që përdoren shpesh nga shqiptarët dhe ne mund t'i zëvendësojmë nga ama me ato shqip. Hajde Marash. Fjala e parë, Network. anglisht po network, Pra që përdoret shumë. shumë. Network nuk duhet përdorur sepse nuk është e jona. Është rrjet në gjuhën shqipe. Shumë. Pra rrjeti i punës apo i biznesit apo gjitha këtë me radhë. Pra network nuk është shqip. Hiqet nga fjalori nëpër media apo radio, të ndryshme apo televizione, edhe zëvendësohet me rrjet. Dominoj. Edhe kjo përdoret shumë. Po. Dominojmë, Kisha besu që është shqip, po dominoj. mbi zotroj. Dominoj mbi zotroj. Këtë fjalë se kom njoft mbi zotroj. Mbi zotroj? Nuk e ke njohur Përdoret ne? shumë? Si e përdor? Okej, unë e njoh shumë mirë, është zotëroj është normal, por mbi zotroj është dominim, pra dominon. Je për mbi zotërimin. Taman fjalë shqip, mbi Edhe, zotroj. po, mbi zotroj. Hiqet dominoj zëvendësohet me mbi zotroj. Vazhdojmë me E pa definuar, marrëdhënie e pa definuar. Pra, definitivisht, a keni gjuhë që përdoret shumë në Kosovë? Definitivisht, jam i trend definitivisht, jam i prish definitivisht, a keni atë kongën që në nej, si e pate emrin e harrova ati djali. Mosi, jam i prish definitivisht, yeah. Por hiqet definitivisht, edhe zëvendësohet me jam i prish e pa përcaktuar. i pa përcaktuar. Pra, mosi, kur ta këndojsh definitivisht, e bën jam i prisht i pa përcaktuar. Ma mirë. Përveç shakas, definitivisht, apo marrëdhënie e pa definuar, është e huaj marrëdhënie e pa përcaktuar. Pra, jo definiv, po përcaktim, e pa përcaktuar. Inicioj. Inicioj, shumë ma mirë. Filloj. A ke parasysh Marash, nëse bëjmë i muhabet ne, të lutem regjia mi ndez të drita ta anash nëse ke mundësi. Në qofë se bëjmë i marrëveshje ne dhe iniciojmë, është me inicu, është me start, me fillu. Atëherë, shikon sa mirë filloj. Zë nis, filloj. Pra do më thonë, inicimi është fillimi. Shumë ma mirë. Iniciativ. Pra kemi marrë iniciativën për të bërë një punë, apo një mrekulli, apo një humanizëm, apo një budallik. Njërë nga këto e kemi marrë iniciativën. Mirë po, iniciativa nuk është shqip. Iniciativë nuk duhet përdorur. Një nismë, ku ka më mirë se sa nismë. Shumë ma mirë. Ne kemi marrë një nismë për të vërë këtë, apo këtë. Pra zëvendësohet të dashur kudo që jeni, iniciativa me nismë. Trik. A e ke parasysh, ja bëne trik, ma bëni trik, atja bëjmë trik. Triku nuk është shqip. Marifet. Hile. Ose hile. Apo marifet. Janë shqip. Pra t'ja bëjmë hile, me lujt pak. Jo trik. Po, në fakt, trik përdoret. Në paktën në Kosovë, në Shqipëri nuk përdoret triku, po në Kosovë përdoret shumë trik. Në Shqipëni ma pak përdoret, ta? Triku s'përdoret fare. Hile përdoret në Hile. Shqipëni Ti ma shumë. bëjmë hile, po ti bëjmë diçka të fshet. Marifet hile. Kështu që triku hiqet. Faleminderit shumë Autoriteti Media Audiovizive me kryetare Armela Krasniqin që na mundson zëvendësimin e shprehjeve tuaja me ato shqip. Duar dorëkitje.